Apo na tregon pse si më thonë, ke vendos mu përfshi në këtë debatën që u diskutu shumë sa i përket protestave në Shqipëri. U diskutu edhe kjo pjesëmarrja e disa kosovarëve atje që kanë shku. A mendon që realisht do të më shku dhe kosovarët me protestu në Shqipëri? Dëgjoj, unë jam përfshin gjithmonë në çështjet që janë diskutu në Shqipëri, nuk është hera e parë. Ndoshta kësaj here ka bo më shumë buj mediatike, po edhe përpara gjithmonë kam pas qëndrimet e mia. Dhe në sytë e mi, ne jemi qytetarë të një kombi të përbashkët dhe çështjet janë të përbashkëta, sidomos kur bëhet fjalë për shembull për investime të kapitaleve kaq të mëdha, bëhet fjalë, thotë që luan rol drejt për drejt mbi ekonominë, zhvillimin edhe ekuilibrin mes zhvillimit edhe ekologjisë. Dhe në këtë rast, unë mendoj që çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të marrë një pozicion apo një tjetër, kur bëhet fjalë pra se çfarë do të jetë e ardhmja e Shqipërisë në këtë rast, po kur themi e Shqipërisë i bie edhe gjithë shqiptarëve. Pastaj kuptohet që kur bën protesta të tilla dhe ka grupacione të veçanta të cilat munduan ta shfrytëzojnë momentumin për ta destabilizuar shtetin shqiptar, qeverinë shqiptare, aty pastaj kuptohet që jemi ka flasim jo më për protesta qytetare, po për diçka tjetër. Dhe këtu kuptohet që nuk duhet të përfshihemi asnjë, aq më pak Prishtina, Shkupi, Tetova në Tiranë. Po të shkojmë në mënyrë spontane, edhe si qytetar, në atë ndjenjen se duhet ta themi fjalën tonë, se protesta nuk është vetëm në rrugë, po mund protestosh edhe përmes së rrjeteve sociale, me një fjalë të marrësh një pozicion, atëherë jemi në rregull. Unë besoj që kam bërë mirë, që kam marrë një pozicion karshi në këtë rast qeverisë dhe karshi Edi Ramës, i cili në sytë e mi, pavarësisht gabimeve të ndryshme që ka mujt me bon dhe na nuk jemi dakord gjithçka me Edi Ramën, mirë po zhvillimi i Republikës së Shqipërisë ka qenë më i hovshëm se kurdoherë përgjatë qeverisjes së tij.